Bilancin e punës për vitin e kaluar, drejtori i repartit të zjarfikësve në Shkodër, Akim Ponari, e nisi me një mesazh aktual për qytetarët, duke u bërë thirrje që të tregojnë kujdes në përdorimin e bombulave të gazit dhe energjisë elektrike, me qëllim parandalimin e zjarreve në banesa. Gjej rastin të u bëj një thirrje gjithë qytetarët bashkisë Shkodër që të kenë shumë kujdes me përdorimin e bombulave të gazit. Pasi në rrjetet sociale dhe në lajmet e përditshme po dëgjojmë raste të shumta. Fatmirësisht neve nuk kemi pas në qytetin në bashkinë tonë, por kujdesi do të jetë shumë i madh. Pasi bombullat janë gatimi me gaz dhe ngrohja me gaz janë shumë të rrezikshme nëse nuk din t'i përdorsh ashtu siç duhet. Pavarësisht bombullat të gazit, është edhe ana e energjisë elektrike. Mbi ngarkesa duhet të ketë shumë kujdes gjithë qytetarët që ta menaxhojnë mirë ngarkesën e pajisjeve që kanë brenda ambientit të tyre. Bombullat duhet mbushën tek pika që janë të licencuara, që i kualidohen këto bombula, kontrollohen dhe janë shumë të sigurta për përdorimin e tyre. Por qytetarët ka raste që i mbushin edhe në karburante, përdorin edhe bombula 5 litroshe nga këto ngjyrë portokallite, të cilat janë shumë dobta, kanë një konstrukt shumë dobt, janë bombula që janë një përdorimshme, quhen në gjuhën tonë, që janë për kamping, dhe nuk duhet të përdoren në banesa. Dhe shumica e këtyre zjarreve që po vinë nga bombullat e gazit janë vinë nga përdorimi i këtyre bombulave 5 litroshe. Ponari thekson se gjatë vitit të kaluar janë përballuar 648 raste zjarresh, fatmirësisht pa viktima, ndërsa gjatë muajit janar ka pasur vetëm një rast me humbje jete, një i moshuar në Dërgut. Nga ana tjetër, pjesëtarët e personelit të zjarfikësve janë përballur me shumë situata të rrezikshme gjatë ndërhyrjeve, por ato janë të kaluar pa dëme të rënda. Kemi pas 648 raste ndërhyrje operacionale, ku 544 kanë qenë raste zjarri dhe 104 raste kanë qenë ndërhyrje për shpëtim, si hapje ashensorësh, hapje dyersh, ndërhyrje në karambole makinash e tjerë. Nga këto 544 raste, 371 kanë qenë në pyje, kullota, barishte e tjerë. Pra janë zjarre të stinës e verës, të cilat janë përballuar me sukses. Në qytetin e Shkodrës, problematike mbeten disa shtylla me kablo të mbi ngarkuara, të cilat her pas here kthehen në burim zjarresh si pasojë e shkëndijave elektrike. Kemi pas, vetëm nga janari këtej, kemi pas disa raste që shkaktojnë masë elektrike në shtylla, nga minarkesa. Kemi ndërhyj, kemi me fikset e zjarrit, por janë të shpeshta këto masa elektrike. Reparti i zjarfikësve në Shkodër krahas mbulimit të territorit të bashkisë nga brigjet e Velipojës deri në Theth, në varësi të situatave ndërhyn për raste zjarresh edhe në Malësi të Madhe, Vau i Deës dhe në Lezhë.